Emisioni investigativ italian Lejen publikoi investigimin lidhur me call centerin që operonte nga Tirana, duke mashtruar shtetas nga vende të ndryshme, duke ju kërkuar të investonin shuma të ndryshme parash. Grupi kriminal që u godit 2 ditë më parë nga SPAK, ashtu siç edhe është bërë publik, ushtronte aktivitetin në një nga kullat luksoze të Tiranës. Lejen kishte marrë informacione nga shtetas italian se ju ishin bërë mashtrime përmes telefonit dhe kishin humbur shuma të konsiderueshme. Lejen arriti të inflirtonte njeriun e tyre në grupin e call centerit, i cili arriti të zbulonte mekanizmin se si funksiononte. Një numër i konsiderueshëm personash që punonin për kompaninë mashtruese telefononin njerëz të ndryshëm, duke i nxitur të investonin në platformë me shuma që nisnin nga 250 euro dhe arrinin në 200.000 euro. Një nga këshillat që ju dha të infiltruarit të Lejen ishte se personat që telefonoheshin nuk duhet lejoheshin të fitonin më shumë se 30 deri 50 euro në ditë që të nxiteshin për të investuar sërish. Ndërkaq një nga italianët e punësuar në call center tregoi se ai vetë personalisht nga puna gjatë një muaji kishte arritur të fitonte 3.500 deri në 10.000 euro në muaj. Brenda mjediseve të call centerit, telefonave personal ju bllokohej kamera në mënyrë që askush të mos filmonte apo fotografonte.